U ktheva pas, por nuk e pash hijen time. Ngrita shikimin lart, ku dije dhe me hijeshin dhe madhështinë e tij, ndodhej në kup të qiellit. As gjëkundi nuk shihje gjurmëresh. U ktheva sërish, por sytë nuk e hasën as gjëkundi hijen time. I patë meta je ti, o Zot. Para pak qastësh, ishte me mua. Ku shdu kështu? U ktheva ndej nga kisha ardhur në kërkim të hijes time, dhe më në fund e gjeta pra një shkëmbi. Unë, ku ishe o hija ime? Përse nuk vazhdove të ecësh për krah meje? Hija, u mërzita duke të ndjekur ty. Unë, po cili është shkaku? Hija, kjo pasi ti më detyron të shkojmë në vende që janë të papërshtatshme për mua. Veç kësaj, ti vepron vepra të cilet në aparencë duken të zbukuruara me sinqeritet, por që në brendësi fshehin syfaqësi dhe hipokrizi. Sa do të dëshiroja të mos isha hija jote? Unë, ti uron të ndahesh prej meje, ndërkohë që të gjithë njerëzit kërkojnë të jenë sa më pranë meje. Besoj se është një gjykim i gabuar, o hija ime. Hija, për Zotin nuk kam gabuar. Njerëzit njohin aparencën tënde, ndërkohë që unë njoh anën tënde të brendshme. Unë, e çfarë dëshiron të thuash me këtë? Hija, besoj se e kupton mirë qëllimin tim. Thelbi i diçkaje njihet duke ndejtur me të. Askush për njerëzve nuk bashkjeton me ty, siç bashkjetoj unë. Kalorësit i njohin më mirë se kushdo tjetër kuajt. Nëse do shije brenda zemrës tënde, do dalloje errësirë. Unë, cili është shkaku i kësaj errësire? Hija, nga që veprat i bën pa sinqeritet dhe marrëdhëniet me të tjerët janë gjithë hipokrizi dhe dyftyrësi. Unë, a ndikon kjo negativisht në zemër duke nxirr atë? Hija, po, sinqeriteti është baza dhe themeli i çdo vepre. Në një thënie të urtë thuhet: i thuaj dikujt që nuk është i sinqert të mos lodhet. Vetë Zoti i Madhërisëm thot në Kur'anin famëlart: ata që janë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert. Unë, a mund ta konkretizosh me një shembull? Hija, sigurisht, por dëgjoje këtë thënie. Nëse rrënjët e pemës dalin mbi tokë, pema nuk furnizohet me ushqim, dhe kjo bën që t'i thahen degët dhe gjethet, dhe të mos jap fruta. Por, nëse rrënjët e saj zhyten thellë në tokë, ushqimi i saj shtohet, gjethet gjelberohen dhe frutat bëhen të shijshme. Unë, kjo është diçka e rëndë për mua. Hija, ashtu është, pasi qëllimi është dera më e madhe të cilin përdor shejtani për të hyrë dhe për të shkatëruar veprat e mira të robit. Thot Sufjan Thauri: nuk jam lodhur më shumë se që jam lodhur për të rregulluar mjetin. Unë, por njerëzit nuk e dinë që unë i bëj veprat sa për sy e faqe. Hija, po ti ndërton marrëdhëniet me njerëzit apo me Zotin e njerëzve? Zotit nuk mund t'i fshihesh apo t'i fshehesh gjë. Gjithçka është e zbuluar dhe e ditur për Zotin. Trupi është i zbuluar, shpirti i zbuluar, ndërgjegjja e zbuluar, puna e zbuluar. Asnjë njeri nuk të bën dobi ditën kur do të dalësh para Zotit, o miku im. Prandaj unë të këshilloj që veprat ti shoqërosh me sinqeritet.
adhurimin ta bësh vetëm për Zotin dhe ta mbash të fshehtë nga sytë dhe veshjet e njerëzve. Bëje këtë me qëllim që shejtani të mos mundet t'i djeg dhe çoj dëm përpjekjet dhe veprat e tua të mira. Ji i sinqert, siç kanë qenë muslimanet e parë dhe të ndershëm. Një prej tyre kishte 40 vite që agjeronte. Megjithatë, askush nuk e kishte kuptuar që agjeronte. Ai dilte nga shtëpia për në treg, me 2 copa buke në dorë. Këto 2 copa buke u jepte fukarenjëve, kurse për vete agjeronte. Familjarët e dinin që ai hante 2 copat e bukës kur dilte nga shtëpia, kurse kolegët e tij tregtar mendonin se ka ngrënë në shtëpi. Unë po filloj ta shoh ndryshe veten time, o mikesha ime, o hija ime. Por më fol, me trego disa shenja të dikujt që i bën gjërat për syfaqësi. Hija, Hazreti Aliu thot, shenjat e një njeriu që i bën të mirat sa për sy e faqe janë 3. E para, nëse është vetëm, përton të bëj vepra të mira. E dyta, nëse është me njerëz të tjerë, hiqet si aktiv. Dhe e treta, nëse dikush e lavdon, ai i shton veprat e mira. Nëse e shajnë dhe tallen, i pakëson. Unë, i mjeri unë, pas kam quar dëm kush e disa vepra të mira. Hija, për të rije vullnetin, njetin dhe besën me Zotin e madhëruar. Lutë Zotin të pajis me sinqeritet. Lutë Zotin të jap bereqet në veprat tua, ashtu siç i pati dhënë Omer ibn Abdulazizit, Zoti e mëshiroft. Unë, po si i ka dhënë bereqet në sinqeritet dhe veprat e halifës së 5? Hija, Hisham ibn Abdul Melik, djali i hadhëse Omer ibn Abdulazizit, e përshkruan atë me fjalët: Omer ibn Abdulazizi nuk hillte asnjë hap pa qëllim dhe niyet të mirë. Për këtë, Omer ibn Abdulazizi arriti që vetëm gjatë 2 viteve të çrrënjos dhe shkatërroi korrupsionin dhe padrejtësitë që ishin bërë gjatë 2 brezave. Njoftues musliman nuk ka përse ta shoh si të pandryshueshme prapambetjen e vendeve islame. Nëse çdo ftues prej nesh do e shoqëronte çdo hap me niyet, siç bënte halifeja i 5, padyshim që Zoti do e ndryshoj situatën brenda 2 viteve. Pasi mendova dhe meditova thellë, thash: fjalët e tua lëvizin malet dhe në dash të Zoti, unë çdo lëvizje timen do e shoqëroj me niyet dhe qëllim të pastër. Hija, atëherë miku im, duhet të fillosh të luftosh me nefsin për të arritur sinqeritetin e duhur dhe çdo hap ta hedhësh me niyet. Bëje këtë para se të djeg hija jote. Unë, çfarë the? Hija, po miku im, pasi hija është 2 llojesh. Hije negative, të cilën e përmend Zoti në Kur'an, shkoni drejt një hijeje me 3 kolona, e cila nuk bën hije dhe as nga flaka nuk të shpëton. Dhe e dyta, hije pozitive, e cila është hija e xhennetit. Thotë Zoti i madhëruar në Kur'an: ata do të qëndrojnë në mes të lotusve, pa gjëmba dhe bananeve të mbushura me fruta, nën hije të gjëra pranë një uji rrjedhës. Xheneti është i gjithë hije, pa diell djegës dhe përvëlues. E ke ti në dorë të zgjedhësh hijen që dëshiron, miku im. Thuaje atij që nuk është i sinqert të mos lodhet.
Balta e sinqeritetit është më e dobishme se parfumi i hipokrizisë dhe syfaqësisë.